Nga misë në moderatore, sot e përfshirë në politikë, ku e gjenë veten më tepër Floriana Gara? Unë kam 4 vjet tashmë e përfshirë në politikë, gjithkund ku kam qenë, në çdo fushë që jam përfshirë, përgjithsisht e kam gjetur veten. Jam munduar ta gjej veten të paktën. Ekranin dhe si moderatore e kam shijuar shumë. Ka qenë edhe periudha më e gjatë që kam qenë në ekran, edhe tani në politikë, sado që ja kam marrë dorën kësaj fushë të vështirë dhe me ndikim, prap kam gjetur një kanal timin për të krijuar diçka të veçantë, një bisedë me kandidatët politik tani për zgjedhjet e 11 majit, që unë e kam quajtur këtë bisedë Elevate. Kur ka qenë ai moment që ti ke menduar, shiko, ndoshta mund të merrem edhe me politikë? E kam menduar gjatë kohës që kam qenë në Zvicër. Gjatë kohës që kam qenë në Zvicër, që edhe televizionin e kisha ezauruar në një farë mënyre, dhe kam parë se si funksionojnë gjërat në një vend shumë të zhvilluar. Edhe me atë idenë për të rikthyer dhe për të kontribuar në vendin tonë, kam thënë pse jo të përfshihem në një fushë ku mund të kem më shumë ndikim për të ndryshuar dhe për të përmirësuar vendin. A mendoni se keni bërë gjën e dur? Mendoj që po, njeriu sigurisht që ka dyshimet e veta her pas here, në çdo gjë që përfshihet, por mendoj që gjithçka i duhet dhënë kohë për të pjekur tamam, dhe nëse bën më të mirën aty ku je, dhe ndihesh mirë, absolutisht që po. Floriana ishte pjesë e primareve në qarkun e Durrësit. Është gënjim apo përgatitje për një sfidë të re? Çfarë mendove kur mbete jashtë listës? Shiko, për sa i përket primareve, ishte një eksperiencë që unë nuk e kisha menduar mirë, do thosha, sepse kam qenë e përfshirë më shumë në seli, më shumë në qendër, më shumë duke dhënë kontributin tim për partinë dhe investuar edhe tek kryetari, që sigurisht që ai të kishte gjithçka që duhej dhe kemi qenë në shërbim të tij, kështu që nuk jam investuar për sa i përket bazës së Durrësit. Ka qenë një provë dhe një test për mua, për të parë që edhe atje duhet, si në çdo vend tjetër, duhet investuar që të marrësh rezultat. Nëse në mos nesër një ditë Berisha mund të mos jetë kryetari i Partisë Demokratike, a keni menduar se kujt do ja jap votën Floriana për kryetar të ardhshëm? Jo, nuk e kam menduar. A keni menduar ndonjëherë që mund të jeni ju ajo që mund kërkoni votë për kryetar të ardhshëm tek të tjerët? Jo, veten tuaj? Nuk e kam menduar. Në këtë fazë jo një. A mendoni që ndoshta jo vetëm për partitë politike, qoftë për Partinë Demokratike, qoftë për Partinë Socialiste, por edhe për qeverisjen e vendit, ka ardhur koha që tashmë t'i lihet vendi grave? Po, unë mendoj që gratë janë shumë të rëndësishme dhe nuk janë mjaftueshëm në pozicione vendimarrëse në politikë. Okej, ndoshta nga kampi tjetër, si duke dhe aparencë, gratë janë prezente, por kush i merr vendimet pastaj është e diskutueshme. Unë mendoj që ka ardhur koha që gratë vërtet të jenë në pozicione vendimarrëse dhe mendoj që askush më mirë se sa gratë dinë se si të marrin vendime, dinë se si të jenë shtylla e shoqërisë, ashtu siç kanë treguar që janë shtylla e familjes, dhe për t'i dhënë një shans përmirësimit të gjërave në botë, edhe në Shqipëri konkretisht, duhet ndryshuar. Ju keni qenë pjesë e fushatave të tjera të Partisë Demokratike. Çfarë shikoni ndryshe në këtë fushatë? Në këtë fushatë shikoj një përfshirje shumë të madhe të rinjve dhe një entuziazëm shumë të madh me fytyra të reja, me të rinj që marrin pjesë në çdo organizim dhe në çdo takim të kryetarit Berisha. Shohim një atmosferë entuziaste, shohim një frym shumë të madhe që kishte munguar prej kohësh në Partinë Demokratike. Kjo frym sigurisht erdhi dhe nisi në diasporë, aty ku vota është e lirë edhe kur njerëzit nuk kanë frikë dhe gjithkush e hedh votën ashtu siç mendon dhe është transmetuar edhe këtu në Shqipëri. Keni besim që diaspora do ju jap një dorë të mirë po në këtë zgjedhje? Po, mendoj që diaspora do na japë një dorë shumë të mirë dhe do jetë një shtyllë e rëndësishme e fitores tonë. Njerëzit që kanë ikur në diasporë, unë kam bindjen që janë kryesisht të djathtë, që kanë ikur nga keqeverisja e këtyre viteve
dhe sigurisht që ata duan që të ketë një ndryshim për Shqipërinë, të jepet një shans tjetër dhe të përmirësohen gjërat për vendin e tyre ku e kanë, ku mendoj gjithmonë edhe e kanë kokën mbrapa, por edhe tek të afërmit e tyre që vijojnë edhe i ndihmojnë çdo muaj me të ardhura edhe me paratë që sillin këtu. Pra do ishte me ndryshimin edhe ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, edhe me minimumin jetik që ne propozojmë 200 euro për person, përfshirë studentët, do ishte një barë më pak edhe për diasporën që të ndihmoj këtu. Parë edhe nga takime që ju keni përdit me njerëz, cila është ajo gjë emergjente që PD-ja do vendoste, do merrte në momentin që do vini pushtet për shqiptarët? Partia Demokratike ka vendosur dhe në programin e saj ka absolutisht në qendër qytetarin. Pra, nëse nuk përmirësohet jetesa e çdo qytetari shqiptar dhe jo një grushti njerëzish siç ka qenë deri më sot, ne nuk kemi asnjë gjë në vijë. Dhe pikërisht ato që thash përpara me minimumin jetik 200 euro, ne do arrijm edhe taksa e shesht 10%. Kjo siguron që qytetarët i kenë parat në xhepin e tyre dhe jo të menaxhuara nga qeveria. Duke qenë që tani po e shikoni nga brenda politikën, në një të ardhme, a do i këshilloni fëmijët e tuaj të merreshin me politikë? Po, unë mendoj që gjithkush duhet merret me politikë, në një formë ose në një tjetër. Unë nuk jam marrë me politikë më përpara, kur kam qenë në televizion, dhe tani që jam mendoj, gabim kam bërë që nuk jam përfshirë në sensin jo full time si tani, por një rol aktiv gjithkush duhet ta ketë. Ka mënyrën e vet për të mbajtur qëndrime, për të ngritur zërin, ndërkohë që këtu në Shqipëri inkurajohen vazhdimisht njerëzit, jo mos u merr me politikë sepse politika të bën pis, por ne nëse kemi një qasje ndryshe ndaj politikës, një qasje dhënëse më shumë se sa marrëse, dhe një qasje patriotike që ne këtë e bëjmë për vendin ton dhe për të mirën e përbashkët, absolutisht që gjithkush duhet merret me politikë. Floriana, sa mbështetëse ka qenë familja juaj në këtë rrugë që keni ndjekur në politikë flas? Familja ime ka qenë mbështetëse në çdo rrugë që unë kam ndjekur, edhe i falenderoj gjë rastin për këtë gjë. Nuk po them që kanë qenë inkurajues që bëje këtë gjë ose përfshiu. Më kanë thënë që sigurisht e merr përsipër diçka, çoje deri në fund, duhet përfshihesh edhe duhet bësh më të mirën tënde, po kur nuk më kanë penguar, përkundrazi, edhe në raste të vështira kanë thënë që betejë vazhdon. Floriana, a ka diçka që po themi në Partia Demokratike mund të kishte bërë më mirë këto vitet e fundit? Unë do kisha dashur një përfshirje më të madhe të rinjve që në fillim, ashtu siç nisi me foltoren, dhe ndoshta këtë shikoj unë, një përfshirje më të madhe të rinjve dhe në pozicione kyçe, patjetër sepse të rinj ka Partia Demokratike goxha të përfshirë, por në pozicione kyçe drejtuese dhe gra gjithashtu në pozicione kyçe drejtuese. Sa e vështirë është për të rinj që të angazhohen në parti politike? Unë nuk mendoj që është e vështirë, sepse ka mënyra tashmë që vazhdimisht partitë politike, përfshirë Partia Demokratike, i bëjmë thirrje të rinjve që të vinë edhe të angazhohen. Sigurisht që të rinjt janë atë botën e tyre dhe me gjërat e tyre dhe jo gjithmonë janë të ndërgjegjshëm për politikën, por dyert janë të hapura, ne i mirëpresim gjithkënd që ka një kapacitet për të dhënë edhe do të angazhohet, do të kontribojë. Dyert e Partisë Demokratike dhe besoj që dyert e çdo partie janë të hapura për çdo që do të japë një kontribut. Pastaj, se sa arrin ai i ri është e diskutueshme, sepse politika është fushë e vështirë dhe secili është për vete, unë kam thënë dhe më përpara këtë, por gjithmonë, gjithkund duhet provosh edhe pastaj do të gjesh edhe njerëz edhe krah mbështetës. Ka pas shumë njerëz që kanë pyetur, po themi, vete njerëz kanë biseduar njëri me tjetrin. Si ka mundësi që edhe, po themi, në moshën 80 vjeç, aq sa është Berisha,
akoma vazhdon ka energji që të përballojë mitinge, po themi 2-3 mitinge në ditë. Pra ku e gjen energjinë e para dhe e dyta, ku e gjeni energjinë ju të stafit që mund ta ndiqni nga mbrapa? Unë e kam thënë dhe më parë, Berisha është një njeri i veçantë. Jo gjithkush në moshën e tij kishte energjinë për ta bërë këtë. Ai është i veçantë, mendoj që është i lindur për politikë, e ka talent këtë gjë dhe e ka mision të jetës së tij. Dhe një njeri që e ka mision jete politikën dhe fitore në këtë rast të Partisë Demokratike do bëj çdo gjë që është e mundur për ta çuar partinë drejt fitores. Kështu që ajo energji buron natyrshëm. Pra është diçka që nuk besoj që ka vështirësi që ta nxjerrë atë energji nga vetja, po thjesht i buron nga gjithë entuziazmi dhe ne të tjerët mundohemi ta ndjekim sa mundemi. Nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet dhe arrin të krijojë qeverinë, dhe ju do kishit një ofertë nga kryeministri Berisha pas zgjedhjeve të ishit pjesë e qeverisjes, a do e pranoni dhe çfarë posti do doni të mbani, po themi, si çfarë dikasteri doni? Si mendoni ju do të pranoj? Patjetër, unë jam përfshirë në politikë dhe ky është një rrugtim normal. Dhe mendoj që Berisha ka arritur t'i kuptojë njerëzit mirë se ku do përshtateshin më mirë dhe ku t'i shërbej partisë më shumë, që është në përputhje edhe me aftësitë e mia, besoj që drejt asaj do shkoj. A kemi një qeveri në hije? Jo, nuk kemi një qeveri në hije. Nuk kemi një qeveri në hije, me sa di unë, sepse ky është një model britanik që ne nuk kemi zgjedhur që ta adoptojmë. Por që sigurisht që pas fitores do mendohen të gjitha. Faleminderit shumë për intervistë. Faleminderit.